për energjin dhe për dashnin për qytetin tonë. Faleminderit. Dua të njëjtën kohë ta përshëndes edhe kundërshtarin tim politik dhe e ftoj të reflektoj me frymë qytetarie. Prishtina ka nevojë për bashkëpunim, jo për bllokim. Qytetarët nuk meritojnë pengesa, por punë të përbashkët. Sot qytetari ka folë dhe fjala e tij është vendim. Prishtina ecën përtej. Prishtina është qytet që nuk e pret të ardhmen, por e ndërton atë. Qytet që kërkon mundësi, jo lëmosh. Qytet ku politika ka vetëm një detyrë, t'i hap rrugën zhvillimit. Prandaj, sonte vazhdojmë marrëveshjen e besimit midis nesh. Do të punoj me gjithë zemër për secilin qytetar, për çdo lagje, çdo familje, do të punoj për Prishtinën që zhvillohet, që unifikon dhe nuk ndalet. Dhe për fund, dua nga zemra t'i falenderoj të gjithë aktivistët, vullnetarët dhe secilin njeri që ka dhënë kohën, energjinë dhe dashnin për këtë fushat, e po ashtu edhe Kristalen, zemrën time. Faleminderit zemër. Ju jeni fryma e kësaj fitore, njerëzit që e quan Prishtinën përtej me energjinë dhe me përkushtimin tuaj. Faleminderit shumë Prishtinë për besimin dhe për qytetarin. Kjo fitore është e juaja sepse kryeqyteti është i të gjithëve. Bashk Prishtina ecën përtej. Bashkohuni me neve në orën 21:30 në sheshin Skënderbej Ibrahim